Vazhdojmë bëjmë edhe më shumë sfida, po më patjetër. Më kërkoj dhe kë. E pra, me që ne javën e kaluar ju trembëm, kësaj radhe u kthyem në normalitet dhe do bëjmë sfidat që ju na keni sugjeruar. Or nuk më njeh më telefoni nga që luajm për emision. Më merr. Sfida e parë. Mu plak dhe këtë do të prit ty. Bëj sikur po interviston dikë që s'ekziston. Okej. Që? Ti e koncept. Nuk jam fare këtu me ty, ja e shohim. Si u ndjeve ti kur ajo të la? Në fakt një lyrë shumë bukur, po çfarë fshihet pas make-upit tuaj sot? Po nëse burri yt ka një të katërt. Po nëse ti ndryshon mënyrën si po eci. A mendon që unë shikoj më mirë se ti? Po sikur të ndryshosh dhe ti mënyrën e ecjes. Sfida tjetër. Bëjni prank mamit sikur je shtatzën. Okej, po ja bëj. Jam shtatzën, mam. Çuqa, Po, qa thu? jam shtatzën. E kur e more vesh? Tje. Ke bo testin? Po, Wow! Po si ka mundësi? ka mundsi, ka. Wow. Po që shumë abet me ty? Wow! Do ma rrisi ma bërë? Do ma rrisësh ti. Wow, larg! Më të rritë ty, fare, zbodla, mbus këta lodhja të vogë dita la, me rritë rëtatin. E fillot a shiti, 20 vjeç, edhe nuk baro mo masane me të pjemme, deri 35. Jo, në si mënyrë. Qa ti bëj? Qa ti bësh? Shko, kanona ishë sa në ba? Po kanën. A ti qoja? I të përgjeju ati të kërboni shef? Të maj dhe klyshin të ashe. Mu hiq? Sfida tjetër, përshëndesni njerëz në rrugë kot pa arsye. Ne jemi mësuar tani të bë kot gjona pa arsye. Jemi rrëzu, kemi fol muhabete, kështu që edhe këtë e bëjmë. Në nxjerr dhe me pull të kuqe në shesh. Përshëndetje. Jo kaq. Përshëndetje. 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 Po përshëndet njerëz sot, pse jo? Shëndetje. Si e mirë? Mirë ti? Shëndetje. Shëndetje. Shëndetje si e? Mirë?